Gjatë këtij koleksioni që do të shohim në vijim, a keti ke ndërthurur modën bashkohore me traditën? Do të kemi elemente të traditës? Patjetër, unë si etnik Shala me emrin etnik mundohem gjithmonë të qëndroj besnik këtij emri dhe patjetër që etnografia është diçka e pashmangshme në çdo koleksion të emin. Mund ka hap shumë dyrë për skena ndërkombëtare etnografia shqiptare dhe po e ndjej me plot privilegj dhe me plot mburje kur prezantoj koleksione me etnografi. Që edhe sonte kemi pjesë xhubletës, kemi detale të veshjeve 100 vjeçare të vjetra, duke i ekspozuar si një lloj nuk po di me gjetë një fjalë duhur, por mendoj që secili detaj në këtë koleksion e ka një histori pse është krijuar. Kështu që edhe te pjesët e veshjeve ka detale të veshjeve të vjetra, por që tregojnë historinë tonë, edhe ndonjëherë mendoj që ne si breziri e kemi për detyrë me rujt një arkiv të mrekullueshme që të parë tante kanë ndërtuar me shekuj. Kështu që ne jemi veç pasardhës së tyre, edhe jona është me rujt edhe me servu në mënyrën më të mirë që mundet.